Të dashur dëgjues të Radio Maris, ju ftojmë të ndiqni emisionin Lexo Biblën me ne, me komentim biblik nga Don Simo, pikpamje katolike. Në takimin e sotshëm lexojmë pjesë nga libri i Daljes, kapitujt 19-24. Tekstin do të lexojë Diana Ukaj nga Vogova, ndërsa katekezen do të bëj Gasper Marku nga Vlora. Në këtë takim lexojmë Biblën me ne, flasim për beslidhjen e Zotit me Mojsion, që themelohet me dhënien e 10 urdhrimeve prej Zotit dhe me pranimin e tyre nga ana e popullit. Duke qenë se për 10 urdhrime do të flasim prap kur të flasim mbi librin e Levitikut dhe librin e Daljes, do të nalem shkurt sot tek urdhrimet. Megjithatë do të mundohem të shpjegoj konceptin teologjiko-biblik të beslidhjes. Fjala beslidhje përkthen fjalën hebraike berit, të cilës nuk i dihet aq mirë etimologjia. Ndoshta vjen nga folja hebraike bara, që është një ndër mënyrat e shumta në hebraisht të thuash me hangër. Duke pas parasysh se në lashësi marrëveshjet janë bërë rreth tavoline, duke bashkëndar bukën, ndoshta bashkëndarja e ushqimit, bara, është përdorur në shkrimin shenjtë si metafor e lidhjes së një marrëveshje. Ka kjo fjalë një paralel në gjuhën akadike, që është një gjuhë paralele me hebraishten, të paktën sa i takon rrënjve të përbashkëta të fjalëve, biritu në akadisht, që është një emër, dhe ka domethënë një kapsje, një mjeti që lidh. Beslidhja lidh dy individët me njëri tjetrin. Se për çfarë lidhje është fjala është çështje tjetër që duhet parë, por gjithsesi fjala është për një lidhje. Lidhja beslidhjes në hebraisht shprehet me një shprehje frazeologjike karat bërit. Folja karat do më thonë me prej, karat bërit pra do më thonë me prej beslidhjen. Fakti se përdoret folja me prej tregon ndoshta elementin e flis, shpesh të baktive, që i bashkangjitet rritit të themelimit të beslidhjes. Në greqisht përdoret fjala diateke, si në përkthimet greke të beslidhjes së vjetër, si në beslidhjen e re. Emri beslidhje e re thirret në greqisht kaine diateke. Fjala diateke në greqisht do të thonë testament ose vullnet që shprehet me autoritet dhe përdoret zakonisht në akte juridike. Është e lidhur me vendimet që pronari merr për pronat e veta. Ai shpesh vendos t'ia lëj si testament tokat e tij djalit ose shërbëtorit, është e drejtë e tij dhe vendos ai në mënyrë të lirë. Kjo fjalë thekson se edhe pse beslidhja është midis dy palëve, krejt çështja është në dorën e atij që merr iniciativen, në dorën e Zotit në këtë rast. Mund ta shpjegoj me që jemi në këtë temë edhe termin latin fedus. Kjo fjalë kishte përdorim politik në atë kohë. Në politikë ndërkombëtare faktikisht, fedus ishte lidhja midis Romës dhe popujve aleat, marrëveshja bilaterale që ata bënin. Mirëpo, kjo marrëveshje ishte gjithmonë asimetrike. Me Romën lidhnin aleancë vende shumë më të vogla se Roma. Populli i Izraelit lidh aleancë me Zotin, por kjo aleancë është si një fedus. Zoti e ka në dorë atë lidhje, prej tij varet gjithçka. Nga këtu vim tek një konsiderat që e kanë theksuar të gjithë studiuesit e librit të Daljes. Beslidhja biblike nuk është si një kontratë. Kontrata zakonisht nënkupton dy palë në pozitat barabarta. Tu nuk janë pozitat e barabarta të dyja palëve. Kontrata është e kushzuar nga kryerja reciproke e detyrave. Tek beslidhja biblike nuk kemi kryerje reciproke të detyrave, sepse nuk vjet në diskutim a do ta mbaj beslidhjen Zoti apo jo. Në diskutim është populli, sepse Zoti është besnik. Nëse marrëveshja shkelet, ajo shlyhet tek një kontratë. Tek beslidhja nuk shlyhet asnjëherë, ajo plagoset, dobësohet, bie në krizë, në vështirësi, por është gjithmonë aktive. Kontratat zakonisht kanë qëllim ndonjë përfitim material, të bazuar edhe në leverti të dyja palëve. Beslidhja ka qëllim bashkimin e njeriut me Zotin. Kur Zoti thot, ju do të jeni populli im dhe unë do t'jem hyj juaj, ai thekson përkatësinë e ndërsjellët, jo interesin material të çfarëdo lloji, jo leverti të ndonjë tipi, por dashuri absolute.
Cilat janë tipet e beslidhjeve në Bibel? E para e kemi parë me Noehun, Zanafilla kapitulli 9, rreth 8 deri në 17. Është beslidhje e një anshme, varet vetëm prej Zotit, pa marrë parasysh se çdo të bëj populli, Zoti nuk do të dërgojë asnjëherë më përmbytje mbi tokë. Shkruan kështu: unë po lidh beslidhjen time me ju, nuk do të shfaroset më asnjë gjallës me ujërat e përmbytjes, dhe nuk do të ketë më përmbytje që shkreton tokën. Dhe hyi i tha: kjo është shenja e beslidhjes që unë po bëj ndërmjet meje e juve dhe me çdo gjallës që është e ju për të gjitha breznitë e ardhshme. Ylberin tim do ta vë në re dhe do të jetë shenja e beslidhjes ndërmjet meje dhe tokës. Beslidhja tjetër është me Abrahamin, Zanafilla kapitulli 17, shton shenjen e rrethprerjes, e cila nuk është kusht për marrjen e premtimit, por gdhendja e premtimit mbi trupin e popullit të beslidhjes. Beslidhja mbartet fjalë për fjalë në mish. Shkruan kështu Zanafilla 17, 10 deri në 13, po lexoj. Ja beslidhja ime që duhet ta mbani ndërmjet meje e juve, domethënë ndërmjet pasarsve të tu pas teje. Të gjithë meshkujt e tu do të rrethpriten, do ta rrethprisni lëkurën e gjymtyrës suaj, që të jetë shenjë beslidhje ndërmjet meje dhe juve. Foshnja 8 ditëshe ndër ju le të rrethpritet, çdo mashkull, brezni pas breznie, si ai që lind në shtëpi, si ai që blehet me para, prej çdo të huaji që nuk është i fisit tuaj. Le të rrethpritet edhe sklavi i lindur në shtëpi ose i bler. Beslidhja ime do të bëhet në mishin tuaj, beslidhje përhershme. Beslidhja tjetër është me Mojsiu në Sinai, është beslidhje dypalëshe, është me kusht, populli marr përsipër detyrimin, gjithçka që ka thënë Jave, ne do ta bëjmë. Këtë pra do ta shohim sot gjatë këtij takimi. Atëherë kemi beslidhjen që Zoti lidh me Davidin. Libri 2 i Samuelit kapitulli 7, e gjejmë edhe tek Psalmi 89, është ai që quhet premtimi dinastik. Davidi është bir, Zoti është ati. Në mënyrë thelbësore, ndërkohë që mbretët individual mund të dënohen për mëkat, vetë beslidhja shpallet e pakputshme. Për krahjen time, s'do t'ja mungoj, siç ja mungova Saulit, te cilin e hoqa prej fronit para teje. Libri 2 i Samuelit kapitulli 7, rreth 15. Është thelbi i shpresës mesianike. Është një premtim që nuk do të shuhet asnjëherë, pa marrë parasysh rrethanat historike në të cilat do të gjendet Izraeli. Mbreti mund të gabojë, mund të jetë edhe mëkatar, por për hir të Davidit, që shpallet bir, Zoti do të ruaj beslidhjen me të gjithë pasardhësit e Izraelit. Atëherë kemi temën e beslidhjes së re, lexojmë tek Jeremia kapitulli 31, rrethta 31-34 dhe tek Ezekieli kapitulli 36, rrethta 26-27. Profetët, veçanërisht Jeremia, mendojnë se arsyeja kryesore e thyrjes së beslidhjes është zemra e njeriut, ngurtësia e zemrës së njeriut. Beslidhja e re e kalon raportin me Zotin në fushën më intime të mundur të njeriut, parashë transformimin e natyrës njerëzore. Jeremia 31, 33 deri në 35. Po lexojmë. Por ja, beslidhja që unë do ta lidh pas këtyre ditëve me shtëpinë e Izraelit, është fjala e Zotit. Në shpirtin e tyre do ta fus ligjin tim, do ta shkruaj në zemrën e tyre, atëherë do të jem hyj i tyre e ata do të jenë populli im. Dhe atëherë s'do të kenë nevojë ta mësoj njëri tjetrin e vllai vllan njihe Zotin, sepse të gjithë do të më njohin, prej më të voglit e deri në më të madhin, thot Zoti, sepse do ta fal fajsinë e tyre, e s'do ta kujtoj më mëkatin e tyre. Ezekieli 36:26 shkruan kështu: unë do t'ju jap një zemër të re, një shpirt të ri do ta fus në ju, do ta nxjerr nga mishi juaj zemrën e gurt, e do t'ju jap një zemër mishi. Shpirtin tim do ta fus në ju, e do të bëj të ecni urdhrimeve të mia, e t'i zbatoni e t'i vini në veprim gjyqjet e mia. Mund të arrijmë në përfundim se beslidhja e ndryshon njeriun, e transformon krejtësisht. Ky ndryshim është shumë pozitiv për te, sepse ai arrin ta zbulojë Zotin të pranishëm në jetën e vet. Disa fjalë shkurt mbi strukturimin e beslidhjes. E para është se Zoti ka gjithmonë iniciativën, është ai që ndërmerr raportin me njeriu. Njeriu pranon ose nuk e pranon. Atëherë beslidhja ka baza historike. Çdo beslidhje bazohet në atë që Zoti ka bërë në të kaluarën.
unë jam hyji yt që të nxorën nga Egjipti, për shembull. Njeriu ka të drejtë t'i besoj Zotit sepse Zoti ka bërë punë të mëdha për te. Pika 3 janë detyrimet, rrjedhin nga marrëdhënia me Zotin dhe kanë për qëllim thellimin e marrëdhënies me Zotin. Urdhrimet nuk mbahen për t'i mbajtur. Urdhrimet të gjithë kanë qëllim të ndihmojnë njeriu të thellojë marrëdhënien me Krijuesin e tij dhe shpëtuesin. E 4 është shenja, çdo beslidhje ka një shenjë, për shembull ylberi, rrethprerja, e shtuna, buka e vera për beslidhjen e re. Shenjat janë trupore, materiale dhe bëjnë beslidhjen të prekshme. Së fundi asnjë beslidhje nuk është e kotë, sepse secila përmban një premtim. Ata do t'jenë populli im dhe unë do t'jem hyji i tyre. Është premtim për trashëgimi të amshueshme. Është mirë që në fund të kësaj paraqitje, ndoshta një fije teknike, të fjalës beslidhje të përmend një fjalë hebraike që duhet ta di gjithkush. Është fjala chesed. Asnjë mësim mbi beslidhjen nuk është i plot pa shpjeguar këtë fjalë. Chesed e bëjnë edhe të gjithë studiuesit të Shkrimit të Shenjtë. Fjala chesed përkthehet si dashuri, mëshirë, besnikëri. Sipas ekspertëve të hebraishtes, nuk mund të përkthehet mirë me një fjalë të vetme në gjuhën tona moderne, sepse është fjalë shumë e pasur me kuptim. Ajo e ka kuptimin e çfarëdo lloj gjëje që është e mirë. Kjo shpjegon arsyeën pse Zoti lidh beslidhje me popullin. Ai dëshiron t'i bëjë mirë popullit të tij. Duke lidh beslidhje me Izraelin, Zoti shpreh haptazi se e do popullin e vet. Paraqitet pra Zoti si një bab që e do shumë birin e vet. Nga libri i Daljes, kapitulli 19, rreshtat 3 deri në 6. Mojsiu u ngjit e hyi, Zoti e thirri prej malit e i tha: "Thuaj kështu shtëpisë Jakobit, e kumtoj Izraelitët. Ju vet pat se çfarë u bëra egjiptianëve, se si juve ju kam bartur mbi krahët e shqiponjave, e ju kam sjell deri tek unë. Prandaj, nëse do të ma dëgjoni fjalën e do ta mbani beslidhjen time, ju do të jeni ndër të gjithë popujt prona ime. Imja është mbar toka. Ju do të jeni për mua një mbretëri priftërinjësh, e një popull i shenjtë. Këto janë fjalët që do t'ua thuash bijeve të Izraelit." Rreshtat që lexuan janë pjesë e kuadrit narrativ që i paraprin dhënies së 10 urdhrimeve. Populli përgatitet për të marrë urdhrimet. Zoti këtu mban një fjalim në të cilin prezanton vetveten dhe propozon beslidhjen. Prezantimin e vetë Zoti e bën duke u deklaruar hyj i Abrahamit, i Izakut dhe Jakobit, që e ka nxjerr popullin nga Egjipti në mënyrë të mrekullueshme. Propozimi i beslidhjes bëhet me një kusht: nëse dëgjoni dhe i ruani rregulloret dhe urdhrimet. Në fund, Zoti jep një premtim se populli jetë meshtarak, mbretëror dhe profetik. Ti shohim këto elemente njën nga një. Gjëja e parë që thekson teksti është se Jezusi ngjitet në mal, rreshti 3. Në Shkrimin e Shenjtë, mali është vendi ku Zoti banon. Ky është një mentalitet universal. Shumica e tempujve dhe shenjtroreve ndërtoheshin në mal. Ndodh kjo edhe me disa kisha moderne, i gjejmë në mal në Kodër. Shënimi se Mojsiu u ngjit në mal tregon se ai i shkon Zotit në takim. Te rreshti 4, Zoti thot se e ka bartur popullin mbi krahët e shqiponjes. Ju vet pat se çfarë u bëra egjiptianëve, se si juve ju kam bartur mbi krahët e shqiponjave e ju kam sjell deri tek unë. Fjala mjaft e studiuar në Sharim, shqiponjat, përmende edhe tek rreshti 11 i kapitullit 32 të ligjit të përtrirë. Si shqiponja që bën gjira kur do zogj t'i mësoj të fluturojnë, mbi ta i hap e i palon krahët, ashtu e mori Izraelin, e mbarti mbi flatrat e veta. Zoti e krahason veten me një shqiponjë që i mbart të veçlit e saj mbi krah. Analogjia shqiponjës ka së paku 2 kuptime. E para, kujdes dhe mbrojtje. Populli mbështetet tek Zoti, i cili e mban atë në krahët e veta, e mbështjell me krahët e veta si shqiponja zogjt e vet. Zoti kujdeset pra për popullin e vet. Zoti thot popullit: unë jam kujdes për ty. E dyta, se shqiponja është shenjë e takimit me mbinatyroren.
siç fluturon shqiponja mbi zonat armike dhe i kalon pengesat e ndryshme, ashtu edhe Zoti u ka mundësuar izraelianëve kalimin e detit të Kuq. Dhe thot Zoti, ju sollat e ritekun. Shpjegohet qëllimi i beslidhjes. Do ta mësojmë një herë për gjithmonë. Zoti lidh beslidhje me ne, sepse përmes saj dëshiron që të na sjellë tek vetja. Zoti ka qëllim bashkimin e popullit me të. Edhe pse shumë herë theksohet tema e trashëgimit të tokës së premtuar, qëllimi i Zotit në fakt është afrimi i popullit ndaj tij, bashkimi i plot me të. Trashëgimia e tokës së premtuar është një mjet që Zoti përdor për të afruar popullin me të. Të gjitha hiret që Zoti jep kanë si qëllim bashkimin e njeriut me të. Dhe tek rreshti 5 theksohet kështu: nëse do ta dëgjoni zërin tim. Këtu kemi një ndërtim hebraik të veçantë të fjalisë. Në hebraisht është kështu, unë po e citoj: im shamoa tishmeu. Mund të përkthehet kështu: nëse për një mend do të më dëgjoni. Pra këtu është kushti, nëse populli do ta dëgjojë Zotin. Zoti shpreson që populli do ta dëgjojë për një mend sinqerisht, jo vetëm me fjalë, por me gjithë zemër. Fjala shama në hebraisht do të thonë me dëgju, por njësoj si në shqip me dëgju do të thonë edhe me u bind, me qenë i dëgjueshëm. Nuk janë në konsiderat deklaratat që jep populli pra, por orientimi i plot i vetvetes drejt tij. Populli mund të jap premtime të bukura dhe të flasë gjëra të mira, por nuk kanë vlerë nëse ai nuk e ka sinqerisht me të vërtet vullnetin e drejtimit të jetës së vet drejt Zotit. Në fund Zoti deklaron: do ta ruani beslidhjen time. Shamar bërit. Shamar bërit është shprehje teknike që ka domethënien e beslidhjes së Zotit të themeluar në besnikëri ndaj tij. Beslidhja është zgjedhje e lirë e popullit. Është vullneti i liri i tij ta ruaj beslidhjen. Këtu Zoti jep një tjetër mësim esencial. Toka që populli trashëgon është e Zotit. Tek rreshti 5 Zoti thot: e imja është e gjithë toka. Zoti është zotrues i universit. Ai nuk është një hyjni private, personale, një kombi, sepse Zoti nuk ka nevojë për këtë komb, ai nuk ka nevojë për Izraelin. Ai i jep atij diçka të veten, tokën, sepse ajo do ta mundsoj të ruaj marrëdhënien me të, dhe e jep thjesht sepse e do. Sepse do që populli të ruaj marrëdhënien me Zotin. Tek rreshti 6 popullit i jepen 3 tituj teologjik të rëndësishëm. I pari është se populli është një mbretëri priftërinjsh, mbretër dhe priftërinj. Kjo ka një domethënie kolektive. Izraeli krejt është një popull priftëror, nëpërmjet tij Zoti lidhet edhe me kombet e tjera. Priftëria nuk është privilegje një fisi, por një thirrje i krejt popullit. Izraeli kështu siguron marrëdhënien e të gjitha kombeve me Zotin. Gjithashtu, Izraeli është popull i shenjtë, sepse i përket Zotit në mënyrë ekskluzive. Për fjalën shenjtëri do të flasim përsëri në të ardhmen, por këtu me 2 fjalë mund të themi se në hebraisht kadosh, të paktën sipas domethënies etimologjike të kësaj fjale, domethën i lanun me një anë, i ndar prej tjerëve. Izraeli, si popull i shenjtë, rri në dispozicion vetëm te Zoti dhe i përkushtohet vetëm atij. Ai gjithashtu nuk ka Zot tjetër përveç hyjtë të Abrahamit, Izakut dhe Jakobit, atij që e ka nxjerrë nga skllavëria e Egjiptit. Nga libri i Daljes, kapitulli 20, rreshtat 3 deri në 17. Mos ki tjetër Zot përveç meje, mos bëj kurfar idhulli, as paraftyrimi të gjërave që janë lart në qiell, as të gjërave që janë poshtë mbi tokë, as të gjërave që janë e ujë nën tokë. Mos i adhuro ato, as mos u jep falënderimi, sepse unë, Zoti hy yt, jam hyjzi liçar që e ndëshkoj pallësinë e etërve në fëmijë, deri në të tretin e në të katërtin brez, të atyre që me urrejnë, por që jam i mëshirshëm me mira brezni, për ata që me duan e i zbatojnë urdhërimet e mia. Mos e merr në përgojë kot emrin e Zotit hyj tënd, sepse Zoti s'do ta lërë pa ndëshkuar atë që do ta marrë në përgojë kot emrin e Zotit hyj të vet. Të bjerë në mend ta shëjtrosh ditën e shtunë, 6 ditë puno e krye të gjitha punët e tua, kurse e 7-ta ditë
është e shtuna e Zotit hyj tënd. Mos bëj kur farpune, ti as biri yt, as bia jote, shërptori yt, as shërptorja jote, as kafsha jote, as i huj që banon të ti, sepse gjatë 6 ditëve Zoti i bëri qiellin e tokën, e detin e gjithçka gjendet në të, e pushoi ditën e 7. Prandaj Zoti e bekoi ditën e 7 dhe e shejtëroi. Nderoje babain tënd e nënën tënde, që të kesh jetën e gjatë përmbi tokë që do ta jap Zoti hyj yt. Mos vra, mos bëj kurorthyrje, mos vidh, mos bëj dëshmi në rend kundër të afërmit tënd, mos i lakmo shtëpisë të afërmit tënd, mos i lakmo gruas së tij, shërptorit, shërptores, as kaut, as gomarit, as një gjëje që i përket atij. Lexuam pra 10 fjalët, siç quhen në hebraisht, 10 urdhrimet. Ato nuk paraqiten si një kod juridik, e kemi thënë, por si udhëzime, si mësime universale. Fjala Torah, e mbani mend, vjen nga folja yara, që do të thotë të mësosh, të edukosh. Urdhrimet e Zotit janë edukat për popullin. Flet këtu vetëm Zoti, në këto rreshta Mojsiu as pak, edhe Mojsiu si populli i merr ato prej tij. Pra, Mojsiu këtu ka të njëjtin dinjitet dhe të njëjtën pozitë që ka edhe populli. Të urdhrimet paraqiten në 2 tabela paralele. Rreshta 3 deri në 11 flasin për qëndrimin e popullit ndaj Zotit, ndërsa rreshta 12 deri në 17 ndaj tjerëve. Tek Mateu, kapitulli 22, rreshta 37 deri në 14, Jezusi i bashkon këto 2 tabela paralele në një mësim të vetëm. Po e lexoj: Doje Zotin hyjin tënd me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd dhe me gjithë mendjen tënde. Ky është më i madhi dhe i pari urdhrim, i dyti është i barabartë me të: duaje të afërmin tënd por si vetveten. Në këto 2 urdhrime varet i tërë ligji dhe profetët. I pari pra është mos ki zot tjetër përveç meje, rreshti 3. Ky urdhrim pretendon që Izraeli të ketë marrëdhënie ekskluzive me Zotin. Në hebraisht thuhet lo yihye lecha Elohim acherim al panai. Mos të kesh hyjni tjera para fytyrës sime, fjalë për fjalë. Me shprehjen al panai para fytyrës sime, theksohet kërkesa e një marrëdhënie intime dhe kërkuese me Zotin. Populli dhe Zoti takohen fytyrë për fytyrë. Nuk mjafton të thuhet se Zoti thjesht ndalon kultin e zotave tjerë. Ai pretendon tërësinë e vëmendjes të besnikërisë ndaj tij dhe të orientimit personal drejt Zotit. Ky është themeli mbi cilin mbështeten të gjitha urdhrimet e tjera. Është e kotë të pretendohet mbajtja e urdhrimeve nëse populli nuk është i përkushtuar Zotit krejtësisht. Tek rreshtat 4 deri në 6 ndalohen përfytyrimet e ndryshme të Zotit. Mësimi është se Zoti nuk mund të manipulohet, nuk mund të shndrohet në diçka që të pëlqen ty ose si e imagjinon ti. Zoti është autentik, është ashtu si është ai që është. Nuk kufizohet me skulptura ose me përfytyrime. Kështu bëjnë ata që djekin zotat pagan. Izraeli nuk do të bëj asnjë përfytyrim të Zotit. Zoti thot edhe se është një Zot xheloz, el kanna në hebraisht. Kjo është një mënyrë tjetër për të thënë atë që kemi thënë tashmë. Zoti e do pafundësisht popullin e vet. Asnjë hyjni tjetër nuk mund ta dojë atë siç e do ai. Ai nuk mund të zëvendësohet për një Zoti tjetër. Rreshti 7 thot mos e merr në përgojë kot emrin e Zotit, hyj tënd, sepse Zoti s'do ta lërë pa ndeshkuar atë që do ta marrë në përgojë kot emrin e Zotit hyj të vet. Emri në botën e hershme, por edhe sot, simbolizon personin që e quan, e bën simbolikisht të pranishëm. Përmes respektimit të emrit shprehet edhe respekti për personin. Kur e përmend emrin e Zotit, vend e pa vend dhe në çfarëdo konteksti, në çfarëdo teme dhe ambienti, ti e bën të pranishëm diku ku Zoti nuk dëshiron të jetë, ku nuk i takon të jetë dhe nuk është i respektueshme për të. E përdor emrin e Zotit për tema që në të vërtetë refuzojnë Zotin. Ai bëhet i pranishëm sipas levertive të personit. Mësimi është ky, se cilën herë që përmendet emri i Zotit, thirret prania e tij aty. Rastet kur përmendet emri i tij do të jenë dinjitoze gjithmonë.
Kemi edhe urdhrin e pushimit të ditës së shtune, rreshta 8-11. Shabat nuk është thjesht një ditë pushimit, është shenjë me të cilën shprehet besimi dhe falënderimi ndaj Zotit krijues dhe çlirues. Ti e di se ekzistenca jote nuk varet prej asaj sa punon e prodhon, por prej Zotit, i cili me provaninë e tij të jep gjithçka që ke nevojë për jetë, sidomos mundësinë të hysh në marrëdhënie të gjallë e të dashur me të. Pjesa e dytë e urdhrimeve flet për marrëdhëniet e Izraelit në qarkun e vet familjar dhe me kombet që do të takojë në tokën e premtuar. E para është e lidhur me prindrit, rreshti 12. Nderoje babain tënë në nënën tënde që ta kesh jetën e gjatë përmbi tokë, që do ta jap Zoti, hyji yt. Është urdhrimi vetëm i Zotit që përmban një premtim që ta kesh jetën e gjatë. Prindrit janë ata që ta kanë dhuruar jetën, ata që janë bindur urdhrimit, shtohuni dhe shumohuni, mbusheni tokën. Që lexojmë tek libri Zanafills, kapitulli i parë, rreshti 28, por edhe shumë herë tjera, sikurse e kemi parë. Kapitulli 9, kapitulli 17, 28, 35, 47, edhe tek libri i Daljes, kapitulli i parë. Dhe kështu, prindrit, duke dëgjuar urdhrin e Zotit, shtohuni dhe shumohuni, mbusheni tokën, kanë bashkëpunuar në veprën krijuese të Zotit. Ti nderosh prindrit do të thotë të pranosh jetën si dhuratë që vjen prej Zotit. Mos vra, tek rreshti 13, folja hebraike është ratsa, prej nga vjen urdhri lotirtsa dhe ka kuptimin e vrasjes fizike, marrjes së jetës së tjetrit. Mirpo njeriu është i krijuar në përngjasimin e Zotit, e kemi lexuar tek Zanafilla kapitulli i parë, rreshtat 26-27. Secili njeri, sapo tham, e ka jetën dhuratë e Zotit. Vrasja është një ndër krimet më të mëdha që ekzistojnë nga ana teologjike, sepse i takon ti marrësh tjetrit diçka që ja ka dhënë Zoti, diçka më të shtrenjtë që vjen prej Perëndis, jeta. Rreshti 14, mos bëj kurorthyrje. Këtu prekim temën e martesës, e cila është një beslidhje e mirëfillt midis burrit dhe gruas. Është shembull, siç do ta shohim kur të flasim për disa profet, i marrëdhënies së Zotit me popullin e Izraelit. Martesa si e tillë është një ndër krijesat e para të Zotit. Njerëzit janë martuar gjithmonë, qysh se dihet për njerëzimin. Shkelja e besnikërisë martesore shkelat marrëdhënie njerëzore që strukturon familjen, e cila është e shenjtë, por edhe simbolikisht raportin e dashurisë që Zoti ka me popullin e vet. Besnikëria në martesë dhe besnikëria ndaj Zotit janë pasqyrë e njëra tjetrës. Kush është i gatshëm të tradhtojë bashkëshortin ose bashkëshorten, nuk do të jetë besnik as në gjëra tjera të jetës, në të cilat kërkohet dhurimi i vetvetes, por do të brellë hap pas hapi duke kërkuar interese personale. Mos vill, rreshti 15, prona nga ana biblike është e shenjtë, sepse është dhuratë e Zotit. Zoti jep pronën më të bekuar, tokën e premtuar. Ajo është në një farë mënyrë simbol i pronës së gjithkujt. Gjërat që kemi dhe në të cilat jetojmë janë dhuratë e Zotit dhe si të tilla japin kontribut, e kemi thënë, ta zhvillojmë raportin tonë me të. Njeriu në tokë shtrin ekzistencën e vet, respekti për pronën e tjetrit është në një farë mënyrë respekt për personin dhe për vendin ku ai e ka shtrirë ekzistencën e vet. Por është edhe një kontribut për mbarvajtjen e marrëdhënieve ndërnjerëzore në shoqëri. Shoqëria bazohet tek respekti i kufive të privatësisë së njeriu, për të cilën gjithkush ka edhe të drejtë edhe nevojë. Rreshti 16, mos bëj dëshmi në rren kundër të afërmit tënd. Kjo thekson se vërteta është themeli i bashkësisë, ajo është bazë e çdo marrëdhënie njerëzore. Nuk mund të mendohet rregull e paqe në botë nëse njerëzit nuk kanë besim në njëri tjetrin, ose nëse ky besim periodikisht vihet në pyetje. Tani, rabint kanë theksuar një element tjetër të ky urdhrim. Zoti është e vërteta, tek ai nuk ka asnjë gënjeshtër, s'ka rrena. Rrena është ndaluar sepse nuk i përshtatet as pak qenies së Zotit. Është pra domosdoshme që shoqëria edhe familja t'i vejë bazat e veta në raportet e sinqerta ndërnjerëzore, që sa më shumë t'i përngjajë Zotit, që është i vërtetë. Dhe së fundi, mos i lakmo shtëpisë të afërmit tënd, mos i lakmo gruas së tij, shërbëtorit, shërbëtores, as kaut, as gomarit, asnjë gjëje që i përket atij. Rreshti 17. Ky është një ndër urdhrat që prekin fushën e brendisë,
së ndërgjegjes së njeriut. Prek dëshirat e tija, thot Shën Pali duke kujtuar përvojën e vet. Për mëkatin nuk dita përveç me anë të ligjit, sepse nuk do të dija për prirje të keqe, po të mos kishte thënë ligji mos lakmo. Letra Romakëve, kapitulli 7, rreshti 7. Lakmimi është një ndër tendencat më të thella të gjendjes së njeriut. Sipas Shën Palit, ndër mëkatet më të mëdha, njeriu ndihen në vete keq se tjetri ka, dëshiron të ketë çka tjetri nuk ka. Kjo kundërshton mësimin bazë të besuarit të vetvetes në provaninë e Zotit. Nëse tjetri ka, do më thënë se Zoti ka dhënë, por edhe mua Zoti më ka dhënë. Jam i kënaqur dhe falënderues për dhëntinë e tij. Kështu duhet të shprehë çdo njeri, falënderues provanisë hyjnore për bujarinë e tij. Nga libri i Daljes, kapitulli 24, rreshtat 12 deri në 18. Zoti tha Mojsiut: "Ngjitu tek unë në malë që ndro aty, do t'i jap rasat e gurit, ligjin dhe urdhërimet që i kam shkruar për t'i mësuar." U ngritën Mojsiu dhe Jozuehu për cilësi i tij. Duke u filluar Mojsiu për malin e hyjet, u tha pleqve: "Pritni këtu deri që të kthehem te ju. Me ju janë Aroni dhe Huri. Nëse lindon një çështje, drejtohuni atyre." Mojsiu u ngjit në mal dhe reja e mbuloi malin. Lavdia e Zotit erdhi të banojë në mal të Sinait, dhe reja e mbuloi 6 ditë. Të 7-ën ditë hye thirrri prej res Mojsiun. Lavdia e Zotit u duk në sy të bijve të Izraelit, në trajt të zjarrit përpirës në majën e malit. Mojsiu u fut në re dhe u ngjit në mal, qëndroi aty 40 ditë e 40 net. Te këto rreshta lexuam se si Zoti thret në mal Mojsiun dhe Jozuehun. Ngjitu tek unë në mal dhe qëndro atje. Është një lëvizje drejt Zotit që është e qëndrueshme. Atje do të marrin rasat e gurit ku janë të shkruara urdhërimet. Jo vetëm Mojsi dhe Jozuehu rrinë gjatë me Zotin, por me pranimin e rasave të urdhërimeve dhe bashkëndarjen e tyre me popull në shkretir, secilit njeri i jepet mundësia të qëndrojë me Zotin. Beslidhja është mënyra e mrekullueshme që Zoti jep dhe lidh me popullin, që ky të jetë i lidhur me të përjetësisht. Por kjo sekuencë ka edhe një dimension tjetër. Fakti se ligji është i shkruar në gur tregon se është solid, i pandryshueshëm. Mojsiu ule pleqve udhëzimet. Pritni këtu deri që të kthehemi te ju. Me ju janë Aroni dhe Huri, nëse lindo një çështje, drejtohuni atyre. Zoti nuk e lë vetëm asnjëherë popullin e vet. Mirë po njeriu të ndohet kollaj, siç do ta shohim. Në mungesën e Mojsiut do të adhuroj vigjin e artë. Ky është një mësim se Zotit i duhet qëndruar gjithmonë besnik. Mojsiu dhe Jozuehu rrinë në mal 40 ditë e 40 net, rreshti 18. Bartin simbolik numerike të pasur, numri 40, në shkretir, sepse 40 vjet ata do të ecin në përshkretir, 40 ditë e net, për shembull bjeshiu në kohën e Noehut, 40 ditë agjerimi i Jezusit tek Ungjilli, është një periudhë e gjatë për ta të qëndrimit në praninë e Zotit. Kush rri me Zotin gjatë dhe sheh madhrinë e tij, shndrohet krejtësisht. Thot Dalja kapitulli 34, rreshtat 29-35, kur Mojsiu zbriti nga mali Sinai, i mbante 2 rasat e dëshmisë dhe nuk e dinte se fytyra e tij lëshonte rreze për shkak të bisedimit të tij me Zotin. Kur Aroni e bijtë e Izraelit panë se për lëkurës së fytyrës së tij dilnin rreze, paten frikë t'i afrohen. Ky tregim është esencial, siç do ta shohim, për të kuptuar tregimin e shtrimit të Jezusit, por edhe të tundimeve të tija në shkretir. Beslidhja në përmbledhje mund të themi se është një ftesë që Zoti na jep ta pranojmë dhe të shndrohemi krejtësisht dhe të bëhemi tërësisht persona të dedikuar atij. Në këto kapitujt të librit të Daljes do të flasim. Beslidhja e Sinait, populli i Zotit dhe ligji i shenjtë. Jemi në zemrën e beslidhjes së vjetër, ku edhe ka marrë emrin kë beslidhje ku kulmon me dekalogun ose 10 fjalshin, urdhërimet e Zotit mbi malin Sinai. Ku në këtë beslidhje në qendër të saj janë 10 urdhërimet e Zotit,
me autor ndërmjetësin mes popullit të Izraelit dhe Zotit Mojsiut. Populli i Izraelit është shliruar nga slllavëria e Egjiptit. Pas kalimit në detin e Kuq dhe ecjes në shkretëtir, ato mrrinë në malin Sinai. Këto ndodh një nga momentet më të rëndësishme dhe historike të popullit hebre. Zoti don me bë beslidhje me popull, don që të jetë prona ati, një popull i zgjedhur dhe një popull i shenjtë. Ky popull që tashmë është i lirë, ka disa muaj që ecën drejt malit Sinai, për të përgatitur për një takim me Zotin. Mali Sinai është afër Egjiptit dhe është një nga vendet më të rëndësishme në traditën biblike. Sepse kur themi mali Sinai, kuptojmë vendin e takimit me Zotin. Vend i shenjtë, prania e lavdisë së Zotit të gjallë dhe momentin themelor i beslidhjes që është dekalogu. Izraeli nuk është me një turm skllëvrish të lirë, por bëhet populli i Zotit. Populli i Izraelit ka ngul fushimin kundër malit. Mojsiu e përgatit popullin në takim me Zotin. Në shkrimin e shenjtë paraqitet një situatë pak dramatike. Mali është i mbuluar nga tymi dhe zjarri, ushtën nga zëri i boris dhe bubullimat. Zoti është i pranishëm dhe askush mos ta prek malin. Vetëm Mojsiu dhe Aroni mund të ngjiten. Këtu e shohim qartë lavdinë, shetërinë dhe sovranitetin e Zotit. Është një Zot i gjallë që e don popullin e vet dhe don me bë me të një pakt, një marrëveshje. Ai të jetë Zoti i tyre dhe Izraeli prona e tij. Është plot autoritet dhe besnik. Don të shëlbojë popullin e tij. Populli është e pritje dhe i gatshëm për çdo plan që Zoti ja parashtron nëpërmjet Mojsiut. Zoti ja kumton lajmin e mirë. Prandaj, nëse do të ma dëgjoni fjalën e do ta mbani beslidhjen time, ju do të jeni në të gjithë popujt prona ime. Ju do të jeni për mua një mbretëri prej shtrinsh dhe një popull i shenjtë. Populli përgjigji: do të bëjmë gjithçka, tha Zoti. Ky është premtimi i Zotit për popullin e tij dhe vula marrëveshjes mes popullit dhe hyi. Çfarë thot Zoti, atë edhe e bën. Jemi në aktin final dhe solemn. Hyi përdor pedagogjinë e tij hyjnore ndaj popullit të Izraelit. I shfaqet hap pas hapi dhe në mënyrë graduale për t'ia zbuluar planin e tij. Dhe plani i tij është shëlbimi i njerëzit. Edhe pse ligjet nuk janë mjete të shëlbimit, por Zoti hyj e drejton këtë popull në mënyrë graduale drejt shëlbimit, që është vetë Zoti shëlbues, që e heq këtë vend në Krishtin birin e tij në beslidhjen e re. Zoti shpall 10 urdhërimet. Bën marrëveshje me popullin e tij, vendos disa kushte, ligje dhe rregullore, ose mund të themi një kushtetut, që populli të jetojnë mirë në marrëdhënie mes njëri tjetrit dhe hyjit. Zoti flet. Urdhëri i parë. Unë jam Zoti i hyjit, mos ke tjetër Zot përveç meje. Mos bëj kurfar idhulli, mos i adhuro ato, as mos u jep fare nderimi, se unë jam Zoti i hyjit, jam hyj i zeliqar. Besoj se populli i Izraelit nuk ishte shumë komod me këtë ligj. Ky kishte dalë në liri me fuqinë e Zotit, nga një vend i dhunës dhe i skllavërisë. Ishin mësuar të adhuronin faraonin dhe abortarët e tij. Kulti ishte vetëm për njeriu e pushtetshëm e jo për hyjin. Zoti këto kërkon që ta ndryshojë shikimin. Të adhurohet Zoti e jo njeriu, dhe asgjë që i përket atij, sepse vetëm Zotit i takon adhurimi. Unë jam Zoti i hyjit, s'ka Zot tjetër përpos meje. Mos bën kurfar idhulli, ky është një ndër urdhrat e prerë. Mos e bën se e fyen Zotin. Idhujt figurativ janë ato idhujt e punuar nga dora e njeriut, si trupore druri, guri, metali e tjerë, sikurse viçi i artë dhe shumë të tjera, të njerëzit i nderonin dhe i adhuronin si zota. Këto janë ritet pagane, por nga një herë bëhen pjesë reale edhe në jetën tonë si besimtar. Prandaj Zoti e jep këtë ligj për popullin e tij dhe për të gjithë popujt fetar, që besojnë te Zoti i vërtet, por gradualisht e harrojnë atë dhe bien në idhujtari duke nderuar një Zot tjetër,
që nuk është një trupore e gdhendur, por është një karakter i gdhendur në zemrën e njeriut, që quhet krenaria dhe egoizmi. Njeriu me dobësinë e tij e harron shumë shpejt përjardhjen e tij dhe çdo dhuratë që ka nga Zoti, dhe kështu krijon një kult rreth vetvetes dhe mendon se gjithçka i ka me forcët e tija, si paraja, fama, pushteti, suksesi e të tjera si këto, i ka fort për zemër. Edhe pse shkojmë në kish, për çdo ditë të diele, lusim rozarën dhe mund të qëndrojmë në gjunjë, me orë të tëra para të shëtrueshmit sakrament, por i nderojmë ata që kemi gdhendur në zemër, që nuk i përkasin Zotit. Edhe kjo është idhujtari, e thyejmë rënd Zotin. Për këtë Zoti thot: jam Zoti ziliqar, i vjen keq se njeriu i pa mend e bërë jetën e tij për gjërat e kësaj bote, që janë të kalueshme. Papa Francesku në katekesën e tij na kujton: idhujt premtojnë jetë, por në fakt e marrin atë. Zoti i vërtet nuk kërkon jetë, por e dhuron. Urdhri i dytë: mos e merr në përgojë kot emrin e Zotit hyjit tënd. Zoti është e vërteta absolute, shetëria përkryer dhe dashuria përsosur. Atëherë vjen pyetja: pse duhet ta marrim në përgojë kot këtë emër kaq të shenjtë? Pse duhet ta përdorim emrin e tij vend e pa vend, kot dhe pa nevojë? Pse figura e tij do të përgojohet pa nderim? Kjo është thyrja që ja bën emrit e tij të shenjtë. Shën Francesku i Azizit thoshte: kur e përmendi emrin e Zotit hyjit tim, i shihej një ëmbëlsi në gojën time. Faktikisht, flasin për Zotin, mundohen të ambushin mendjen të tjerëve që besojnë, e në realitet as nuk e njohin dhe nuk e bëjnë vullnetin e tij dhe e shpotisin. Zoti nuk është një histori ose një ide që të mbushim ditët tona kafeneve me miq, por është marrëdhënie personale, bi dhe atë, ku duhet ja besojmë krejt ekzistencën tonë në duart e tija dhe të hyjmë në këtë marrëdhënie që është vetëm lutja dhe adhurimi, si Zoti i vërtet i jetës sonë. Atëherë mund ta përmendësh emrin e Zotit vetëm kur ta falenderojmë për gjithçka është dhe bën në jetën tonë. Urdhri i tretë: të bie ndërmend që ta shetrosh ditën e shtunë. 6 ditë puno e krye të gjitha punët e tua, kurse 7 ditë është shtuna e Zotit hyjit tënd. Zoti po shoj ditën e 7, është ligji i tretë i Zotit. Të 3 ligjet e para të dekalogut janë për nderimin e Zotit. Në ligjin e parë Zoti kërkon të mos ketë Zot tjetër. Në të dytin, të mos e përdorim kot emrin e tij, dhe i treti, Zoti kërkon që dita 7 e javës të mos punohet, por të shëtrohet në nder të emrit të tij të shenjtë. E shtuna e Zotit është shtuna që populli i Izraelit doli nga Egjipti në mënyrë të mrekullueshme në mes të detit të kuq. Kjo e shtunë nuk ishte shumë larg nga momenti që është dhënë ligji në Sinai. Është pak muaj më përpara. Zoti thotë që ta shetrosh këtë ditë në nder të Zotit. Ta kujtosh dhe ta nderosh Zotin hyjin tënd. Të nxori me krah të fuqishëm nga dheu i Egjiptit, ti dhe pasardhësit e tu pas teje. Dita ashtune për popullin hebre është një ditë shumë e veçantë, janë pashkët e bijve të Izraelit. Ne e dim se fjala pashk do të thotë kalimi, kalim nga skllavëria në liri. Kjo festë shumë e rëndësishme që janë pashkët e Zotit, pra Zoti ka lënë. Zoti ka lënë detin e kuq bashkë me popull. Prandaj Zoti thotë të shetrohet kjo ditë si dita fitores mbi mëkatin. Faraoni dhe Egjipti në kontekstin biblik personifikojnë të keqen mëkatin, por në faktin në besledhjen e re Krishti është pashka e re. Kerigma, që vdiq në kryq, u ngjall nga të vdekurit dhe është ngritur në qiell ditën e rreshajve. Me të drejtë Zoti kërkon nga bijtë e tij shetrimin, bekimin dhe falenderimin e kësaj feste. Të pushosh ti dhe familja jote në nder të kësaj feste, nuk do të thotë të dalësh nga realiteti i përditshmërisë sate. Nuk do të thotë të frekontosh vendet publike, bare, restorante e vende turistike, me pije dhe zdërhallje,
ahengjësh në emër të pushimit, por të marrësh vetdije për ta falendëruar Zotin hyn tënd në shpirt dhe në të vërtetë. Psalmi 62 na kujton: vetëm në hyn pushon shpirti im. Pra, ku pushon shpirti jon përveç se në Zotin? Te ai është paqja. Të diellave në Eukaristinë e Shenjtë, çdo i pagzuar është i ftuar në tryezën e eukaristike, në vdekje dhe në ringjallje bashkë me Jezusin. Dhe ku mund ta bekojmë Zotin për të gjitha mirësitë e tija, për jetën, familjen, punën dhe për çdo person që është në jetën tonë. Pashka Zotit që është dita e diel, na jep mundësinë të bëjmë paqe me Zotin, me vetveten dhe me të tjerët. Ky pushim na regjeneron fuqitë e shpirtit dhe të mendjes për të rifilluar vazhdimsinë e aktiviteteve tona me një zemër të re, sepse është Krishti në Eukaristi që na shoqëron me paqen e tij për t'ia dalë mban jetës mundane. Urdhëri 4. Ndërroje babën e nenën tënde që ta kesh jetën e gjatë për mbi tokë, që do ta jap Zoti hyj. Ky është urdhërimi i 4. Një ndër 7 urdhërat që i përkasin njeriu. Të parën urdhër Zoti e vendosi të nderohen prindërit. Zoti krijoi njeriu mashkull dhe femër, burr dhe grua. Burri dhe gruaja janë figura qendrore në një familje, prindërit. Këto prindër, baba dhe nëna, janë bashkëpunëtorë në planin e krijimit bashkë me hyjin. Zoti nëpërmjet dashurisë që ka vendosur në zemrën e tyre, na dhurojnë jetën. Ja pra, prindërit janë figura dytë pas Zotit. Ata janë që na kanë dhuruar jetën. Dhe Zoti ynë Jezu Krishti kishte nevojë për një familje, për të kujdesur, për të arritur e edukuar sa ishte fëmijë. Dhe ati zgjolli Marin dhe Jozefin, prindërit e tij. Familja është shëmbëllese e rinisë së shenjtë. Ja pra pse duhet nderuar baba dhe nëna, kur do të qofshin ato. Nuk ka prindër të përsosur për bijtë e tyre, janë si Zoti dhe duhet të nderohen si Zoti. Nuk mund të gjykohen, as nuk duhet të poshtërohen në asnjë rrethan, kur do të qofshin ato, por duhet të nderohen. Ky është urdhri i Zotit. Nuk ka vend për të justifikuar, është baba dhe nëna jote. Nderoje. Duhet të kemi pak kujdes. Zoti thot qartë, nderoje. Nuk thot vetëm bëj shërbim ose ndihmoje, ose kujdesu për te. Po, këta janë normale, por duhet nderuar. Duhet t'i jepë nderi që i takon, sepse është prindi yt. Jeta sot po na paraqet një tablo jo të këndshme, prind të braktisur, të sëmur, të harruar në peshën e varfërisë dhe të lodhjes, nga vitet që kanë kaluar dhe nuk kujdeset askush për ta. Sa herë janë gjetur në të vdekur në shtëpitë e tyre me ditë të tëra, dhe askush nuk kujdesej nga fëmijët, ku është babi im, si do t'jetë me shëndet, ku ndodhet tani. Ndalo njeri, mendo pak për ardhmën tënde. Kush të solli në jetë? Kush investoi për ty, për të rritur me vuajtje dhe sakrificë? Këto nuk them vetëm nga ana financiare. Ndero prindin tënd sa të jetë në këtë jetë, pastaj do të mungoj, por nuk do ta kesh më. Urdhri 5 na çon te vrasja. Nuk ka mëkat me të kopshën e motezisë e vrasja. Në çdo histori njerëzore, madje edhe në shkrimin e shenjtë, ka shumë raste ku njeriu don me u bë si Zoti, me zon vendin e tij dhe me vendos mbi jetën e të tjerëve. Luftrat. Shumë njerëz të pushtetshëm, udhëheqës të ndryshëm për të mbrojtur pushtetin e tyre dhe famën, edhe pse janë të krishterë, shpallin popujve të tjerë ose popullit të tyre, luftra ose genocide dhe vdesin me qindra mira njerëz të pafajshëm, gra, fëmijë, të moshuar, pa menduar dhe kujtuar se janë jetë njerëzish, janë bijtë e Zotit. Kur rrafshohen shumë qytete e fshatra, Zoti thot, mos vra. Vrasja drejt për drejt mes individëve për arsye të ndryshme, drejtojnë armën dhe vrasin. Nuk mendojnë se janë para një vepre djallëzore të frymzuar nga shpirti së keqes. Pse tërë ky mlef për vëllain tënd? A nuk është ai biri i të njëjtit tatë sikurse edhe ti? Kush ta jep ty këtë të drejtë ja marrësh jetën vëllait tënd
si Kaini i Abelit. Ullu një herë dhe mendoj njëri, jeta është një dhuratë nga Zoti dhe askush nuk ka të drejtë mbi jetën e tjetrit, aq më shumë t'ja marrësh atë. Pleqërohu me parë me vëllain tënd, thirr edhe dy të tjerë dhe këshillohu. Toka, kufiri, gardhi, rruga shumë si këto janë vetëm shkaqe që të çojnë në aktin final të vrasjes. Kjo nuk është zgjidhje, por një zgjedhje e gabuar që i hap derën e ferrit shpirtit tënd. Mos shko në aktin ekstrem të vrasjes. Kur të vrasësh një njeri, nuk e vra vetëm atë që pësoj vdekjen, por je vra edhe ti, familja jote dhe shumë të tjerë vuajnë pasojat. Jezusi në Ungjillin e Mateut thotë, sepse të gjithë ato që kapën për shpate, për shpatës edhe do të vdesin. Zoti thotë, mos vra. Aborti, këto janë pa fjalë. Nuk e kuptoj dhe s'dua që ta kuptoj faktin se si një nan vret bamin e krahërorit të vet. Folëm me parë për luftra, vrasje mes personave të ndryshëm. Nuk ka asnjë farë justifikimi, por nga një herë nga ana njerëzore, mundet që dikush të thotë ishte i detyruar, s'kishte rrugdalje. Por kur nëna vret foshtin e vet të pafajshme në barkun e vet, një fëmijë të pambrojtur, ku shpresa dhe mbrojtja e këtij fëmije është mami i vet, dhe kjo e vret, kjo është e papranueshme. Këta nëna vrasin vetëm të mos jenë të kufizuara nga fëmijët e tyre, të jenë pa përgjegjësi, për të bërë një jetë pa moral, dhe një ditë do ta kuptojnë si janë nëna kriminale. O Zot, çfarë po ndodh në këtë jetë? Ne jemi njerëz të pagzuar. Ku është premtimi i pagzimit? Kemi një dignitet, jemi persona që përkasim Krishtit. Jemi të krishterë. I kemi ramohit mëkatit dhe jetojmë për Krishtin në pagzim. Kjo është feja jonë që kemi pranuar në liri të plot, pastaj pa menduar fare dhe me vedi të plot, këta nëna zgjedhin të vrasin fëmijën e tyre. Vrasja e një qenie njerëzore është në kundërshtim të thellë me dignitetin e personit dhe me shetërinë e Krijuesit. Katekizmi i Kishës Katolike. Zoti thotë, mos vra. Urdhërimi i 6. Mos bëj kurorthyrje. Zoti në zemrën e njeriut ka vendosur dashurinë dhe si rezultat i kësaj dashurie, burri dhe gruaja jetojnë bashkë në martesë. Këtë martesë Zoti e bekoi dhe e shëtroi në sakrament, ku burri dhe gruaja nuk janë më dy, por një trup i vetëm në dy persona. Të dy këto persona, të lidhur në emër të Zotit dhe të dashurisë për njëri tjetrin, dhurojnë krejt vetveten si Krishti për Kishën. Edhe kjo është një mister, ku në qendër është Zoti. Qifti martesor që janë me kolor sakramentale, janë betuar para Zotit dhe njëri tjetrit për besnikëri, dhe kjo besnikëri do t'i shoqërojë deri në vdekje. Secili që del jashtë martesës dhe krijon një lidhje tjetër, bën mëkatin e fllihshtisë. Ky e fyn rënd Zotin dhe poshtron partnerin ose partneren e tij. Ungjilli i Mateut thotë: kurdo që me dëshirim e shikon një grua, në zemrën e vet ka bërë fllihshti me të. Bashkëtesa martesore me kontratë, marrëdhëniet seksuale dhe kur nuk është kriju një familje, qoftë edhe ato të fejuar, janë mëkati kurorshkeljes. Kjo nuk ka shumë nevojë për ta kuptuar. Gjithçka Zoti e bekon dhe e shëtron vetëm nëpërmjet sakramentit. Jashtë sakramentit është mëkati fllihshtisë. Ruaj të pastër trupin dhe shpirtin tënd që t'i shkojë në takim Krishtit Zot. Urdhërimi i 7. Mos vill. Zoti në këtë urdhër na porosit që të kemi kujdes nga lakmimi i pasurisë. Bojaria e Zotit ka bërë që toka dhe nën toka të prodhojë mjaftueshëm për një jetë normale për të gjithë njerëzit pa përjashtim. Babëzitja e njeriut për të pasur sa më shumë pasuri ka bërë që një shumicë e madhe të jenë të varfër dhe shumë të varfër. Kjo është padrejtësi. Vjedhja, korrupsioni, rishfeti janë trendi i shoqërisë sonë dhe shoqëria fatkeqësisht i përkrah. I quhen të aftë,
të fortë dhe të pushtetshëm. Kjo është e papranueshme për sytë e Zotit. Jo vetëm për ato që është i përfshirë në këtë mëkat, por edhe ai që e përkrah dhe e mbron atë. Jo të gjithë janë të aftë për të fituar mjaftueshëm për një jetë normale, por ty që Zoti të ka pajisur me shumë donti, si fizike ashtu edhe intelektuale, dhe fiton me shumë se ai që nuk ka, ndaje bukën tënde me të uriturin, se nuk është e gjithë e jotja. Ti që ke me shumë, do të mendosh edhe për atë që s'ka. Të gjitha janë të mira, Zoti nuk është kundër pasurisë, por sado pasuritë kemi, shpirtin ton nuk e mbush pasuria. Shpirti jon mbushet vetëm me Zotin. Ungjilli Mateut na thotë: çdo bi ka njeriu nëse fiton barbotën, por e humb jetën. Urdhërimi 8. Mos bëj dëshmi në rrenë kundër të afërmit tënd. Në qendër të zemrës së njeriu është një ndjenjë fuqishme që quhet ndërgjegje. Kjo është e aftë ta drejtojë njeriu nga e mira, e vërtet që është hyj. Zoti thotë: unë jam rruga, e vërteta dhe jeta. Ndiqe ndërgjegjen tënde, leja gjymtyrët e tua dhe mendjen tënde t'i binden dhe dëshmo të vërtetën që është Zoti hyj. Mos dëshmo rreshëm kundër vëllait tënd dhe nëse të shtrëngojnë. Mos u bën palme të keqin, mos ke frikë. Thuje pa frikë të vërtetën para të tjerëve, se për këtë jemi të thirrur. Sepse kur të dëshmosh të vërtetën, ke dëshmuar Krishtin. E vërteta të bën të lirë. Urdhërimi 9. Mos lakmo shtëpisë të afërmit tënd. Dhe urdhëri 10. Mos i lakmo gruas së tij, shërbetorit, shërbetores, as kaut, as gomarit, as një gjëje që përket atij. Lakmimi është mëkati i zemrës. Në të dy ndër këto urdhra Zoti na porosit: mos lakmo. Lakmia e prish zemrën e njeriu. Ajo të çon në grindje dhe në mllef ndaj të afërmit tënd. Falëndero Krijuesin për ato që ke, si në qoftë për familjen tënde, po ashtu edhe për pronën tënde. Ne jemi kalimtarë në këtë jetë, nuk e trashëgojmë botën, por zemra jonë duhet të jetë lidhur me Zotin, që të trashëgojmë jetën e amshuar. Përveç këty në 10 urdhërimeve në kapitujt 21, 22, 23, Zoti ja jep popullit të Izraelit edhe një kod civil, edhe një kod penal. Nga çështjet më të thjeshta deri te ato më të rëndësishme. Për skllëvër, për jetimet, për gratë e veja, për dhunimin e virgjërave, për vrasje, për vjedhje, për ligjet morale e religjioze, në mënyrë që jeta popullit të Izraelit të jetë në harmoni dhe në paqe. Kjo është beslidhja vjetër që drejton dhe është përgatit popullin për një beslidhje tjetër. Kjo në malin Sinai, ajo në malin Kalvar. Kjo me rasa guri, ajo me drurin e kryqit. Beslidhja vjetër në ndërmjetës Mojsiun, ajo me vetë Jezu Krishtin. Kjo në 10 urdhërimet e reja me 7 sakramentet. E vjetra për të na bërë të lirë, e reja për të na bërë ditë e hyj. Ligji shkruar me gishtin e Zotit, hiri shëlbimit, boron nga zemra shporuar e Krishtit. Në takimin e ardhshëm do të lexojmë pjesë nga libri i Daljes, kapitulli 25 deri në 31, që gjithmonë ju ftojmë ta lexoni të shtëpia se do ta kuptoni më mirë. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj, Zoti ju bekoftë.